The name is, everybody ambition, Cristiano Ronaldo. So after 4 years of this award being won by Leo Messi, the last Portugezi Cristiano Ronaldo që luan me Real Madrid është shpallur për të dytën herë në karrierën e tij fituesi i topit të artë. Cristiano Ronaldo ka kaluar një vit fantastik. Ai përfundoi sezonin e kaluar si i dyti shënues më i mirë në La Liga me 34 gola, dhe pse Real Madrid nuk arriti të fitojë ndonjë titull vitin e kaluar, por portugezi ka bërë një fillim të shkëlqyer të sezonit, për cilën ka fituar duar trokitje. Ndërkohë, në një mbrëmje gala të organizuar nga FIFA, është zgjedhur dhe formacioni më i mirë për vitin 2013. Neuer në port, më pas Lahm, Sergio Ramos, Silva, Alves, Iniesta, Xavi, Ribéry, Ronaldo, Ibrahimovic dhe Messi. Suedezi Ibrahimovic ka fituar edhe çmimin Pushkash për golin më të bukur. Ndërkohë janë injoruar emra të njohur si Alaba, Dante, Hummels, Schweinsteiger, Ozil, Touré, Robben, Royce, Bale dhe Lewandowski, bashkë me emra të njohur. Trajneri më i mirë zgjedhur ish tekniku i Bayernit Hupënkës, pasti Jurgen Klopp dhe i treti Alex Sir Ferguson. Ashtu siç ishte përfolur, Cristiano Ronaldo do të ishte fituesi, zgënjim për francezin që fitoi gjithçka me Bayernin Franck Ribéry, ndërsa Lionel Messi, i cili ka fituar 4 topa të artë, padyshim që nuk do të jetë ndjer i mërzitur. Argentina si është mbreti i futbollit botror. Mbrëmja gala organizuar nga FIFA ka ndarë dhe çmime të tjera. Duhet theksuar se emocione të mëdha ka sjellë dhe çmimi i fituar si më i miri i historisë i brazilianit Pele, ku lotët nuk i kanë munguar. Thank you. Thank you.